Propozim ligji për planifikimin urban është plot parregullsi. Teksti përmban nene të palogjikshme dhe të panjohura që duhet të ndryshojnë. Këto janë një pjesë e vërejtjeve fillestare të ekspertëve që debatuan sot në kuvent dhe ishte pjesë e debatit publik, qëllim i të cilit është të gjenjë një zgjidhje ligjore cilësore që do të vendosë rend në kaosin urban të vendit. Arkitekti Martin Panovski beson se ligji i tillë siç është përsëri nënshtrohet korrupsionit. Главната алатка на корупцията в Македония. Meti kryesor i korrupsionit në Maqedoni është sipërfaqe bruto. Kjo do të thotë se asnjë nga praktikat nuk është futur në shkrimin e ligjit. Përsëri kemi mos definim të drejtave të autorit, nëse planet kanë të drejtat e autorit ose jo. Nëse nuk kanë, duhet të thuhet dhe të mos lihet më vonë të dëshmohet në gjykat. Përveç profesionit të lidhur me planifikimin urban, vërejtjet për autoritetet dhe krijuesit e zgjidhjes ligjore erdhen nga sektori jo qeveritar dhe sidomos nga shoqatat e mjedisit. Sikuj urbanistički plan, ku što ke se napraviti? Çdo plan urbanistik që duhet të bëhet, duhet të përfshitë dhënat dhe matjet e rrjedhës së ajrit, si është tani, si do të jetë. Duhet të bëhet një vlerësim se si do të jenë objektet e ndërtuara, cili do të jetë niveli i ndotjes. Ministri i Transportit Goran Sugarevski sqaroi meratimin e ligjit të ri për urbanizëm, i cili vuri në dukje se do të vendoset rend në planifikimin e tokës ndërtimore. Sipas tij, me ligjin e vjetër është bërë një kaos i vërtet në ndërtimtari. Во процесот на изработување и донесување на урбанистичките планови содържи одредби. Në procesin e artimit dhe miratimit të planeve urbanistike ekzistojnë dispozita që i referohen organeve përgjegjëse për zhvillimin e procedurës, programit për financimin e zhvillimit të planeve urbanistike, kushteve për planifikimin e hapësirës, bazave gjeodezike të përditësuara, programit të planifikimit për zgjedhjes së kontraktorit të planeve urbanistike. Brenda një jave pritet të organizohet një debat i ri publik ku do të diskutohet për ndryshimet e bëra nga ekspertët.